Ajri përbëhet prej gazeve të padukshme. Gazi kryesor është azoti, pastaj vjen oksigjeni dhe më pas argoni. Lumi më i gjatë në botë ndodhet në Afrikë. Ai është i gjatë 6670 km dhe është lumi Nil. Maja më e lartë është maja e Everestit në Himalaja, me 8840 metra. Pika më e thellë është në Oqeanin Paqësor me 11033 metra. Një studim surprizi një grupi ndërkombëtar shkencëtarësh ka konkluduar se kontinentet e tokës janë krijuar fill pas krijimit të vetë tokës, duke rrëzuar një teori të mëparshme që pretendonte se toka në fillimet e saj ka qenë siç është hëna tani, ose e mbuluar komplet nga oqeanet. Grupi erdhi në këtë përfundim pas studimit dhe analizimit të një elementi shumë të rrallë të quajtur hamfium, i gjetur në mineralet e Jack Hills në Australinë Perëndimore dhe që mendohet se është një nga mineralet më të vjetër në tokë që daton mbi 4.4 miliard vjet më parë. A është toka një sferë? Për shkak se planeti rrotullohet dhe është më elastik nga se mund ta imagjinoni, ai rëndon drejt qendrës, duke marrë formën e një kungulli. Pesha është lehtësuar me kalimin e viteve, por studimet tregojnë se papritur është rritur përsëri. Shkrirja e përshpejtuar e akujve konsiderohet përgjithësi për barkun ekuatorial. A ka edhe toka faza ashtu si e hëna? Nga Marsi, toka duket sikur kalon përmes fazave të veçanta. Ashtu siç e shohim ne afër ditën, të ndryshojë fazat, toka është në orbitën e Marsit dhe ndërsa dy planetet rrotullohen rreth Diellit, drita e Diellit krijon përshtypje të ndryshme, ka këndë të ndryshme gjatë vitit. A është toka planeti më i madh shkëmbor në sistemin diellor? Diametri i tokës në ekuator është 12756 km, afërdita është 12104 km e gjerë. Merkuri dhe Marsi, dy planetet e tjerë shkëmbor, janë shumë më të vegjël. Edhe Plutoni është shkëmbor, por është shumë i vogël. Disa thonë se nuk është fare planet. Ku ndodh pjesa më e madhe e tërmeteve dhe shpërthimeve vulkanike në tokë. Pjesa më e madhe ndodh përgjatë kufive të qindrave plateve të mëdha që pluskojnë në sipërfaqen e tokës. Një për plateve më aktiv ku tërmeti dhe shpërthimet janë në të zakonshme është përreth plateve masive të paqësorit, e njohur si rrethi i zjarrit në paqësor, shkundët e lëkundët nga Japonia në Alaskë dhe Amerika e Jugut. Rrotullohet toka me të njëjtin ritëm, korja e fortë e brendshme, një masë hekure e krahasueshme me masën e hënës, rrotullohet me shpejtësi se pjesa e jashtme e korës së hekurit, e cila është e lëngshme. Një studim i vitit 1996 tregon se gjatë shekullit të mëparshëm shpejtësia ka bërë që korja e brendshme të fillojë një erek kthese në tërësinë e planetit. Presioni i madh e mban atë në solide. Lëvizja e dukshme e Diellit. Nëse nga njëra ana intereson lëvizja e dukshme e yjeve, nuk ka dyshim se ka një yll më të afër me ne, i cili na intereson më shumë, sepse nga ai varet jeta jonë. Dielli. Pra atë që banojnë në vendin tonë, dielli është një yll që lind dhe perëndon. Në mëngjes shfaqet në horizont, më pas ngrihet lart, përshkon një harë në qiell dhe në fund perëndon. Kur lind, drita e tij e fortë përhapet në ajrin e atmosferë. Ajsa dielli ndriçon shumë dhe fillon dita. Drita diellore na pengon të shohim yjet gjatë ditës. Kur gjatë rrugëtimit në qiell dielli arrin lartësinë maksimale në lidhje me planin e horizontit, thuhet se është në kulm. Në atë çast kemi të bëjmë me mesditën e vërtetë, ndërsa ku dielli zbret poshtë planit të horizontit, për të plotësuar lëvizjen e tij të padukshme nga syri ynë, fillon nata. Drita e tij zhduket dhe yjet bëhen të dukshëm. Pasoja më e rëndësishme për ne nga rrotullimi i tokës është alternimi i ditës me natën, pra alternimi i periudhës në të cilën dielli ndodhet mbi dhe nën horizont. Për shkak të lëvizjes rrotulluese të tokës, sipërfaqja toksore është e kthyer në mënyrë progresive nga dielli, ndërsa nga ana e kundërt e saj i largohet diellit. Në këtë mënyrë, gjatë një dite çdo pikë e globit hyn në pjesën e ndriçuar dhe pas disa orësh del. Në çdo çast të 24 orëve gjysma e tokës i ekspozohet diellit dhe gjysma tjetër mbetet në errësirë. Pjesa e ndriçuar e globit ndahet në atë që është në errësirë, në anët të një vije rrethore që quhet rrethi i ndriçuar. Duhet thënë se kalimi nga errësira në dritë nuk është i menjëhershëm. Shpërhapja e dritës diellore që shkakton nga gazet në atmosferë përcakton zbardhjen e ditës. Përhapja lidhjes së diellit dhe për pak kohë pasi ajo perëndon muzull. Duke saktësuar se jo në të gjithë pikat e diellit, dielli lind dhe perëndon, në rajonin që ndodhen përtej rrethit polar arktik, ka periudha kohë kur dielli